A ka kushte për këto? Ka kushte. Ulemat në për librat e fikhut posaçërisht i sqarojnë cilat janë ato kushtet që duhet të kihen parasysh për mbathjet të cilat të përdoren si meste. Ndër ato kushte është që ajo materiali nga i cilin prodhohen këto meste duhet të jetë i pastër. Pra nuk duhet të jenë materialet e ndyta, për arsye se duhet të jenë pastëra, për shkak se edhe falja namazit kushtohet që të jetë me rroba të pastra. Pastaj gjithashtu edhe nëse janë të pastra, nuk duhet të jenë të ndotura me diçka ndonjë ndytësirë e kështu me radhë, duhen të jenë pastra edhe në vetvete, po gjithashtu edhe të pastra nga ndonjë ndytësirë që mund të ndoten më pastaj. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë është që mestet duhet të jenë mbathjet, do thotë deri tek zogu i këmbëve. Nuk duhet të jenë sikurse papuçet themi apo mbathjet të cilat janë të dukshme në kuptimin që mbathen si sandalet e kështu me radh, po duhet ta mbulojnë këmbën deri te zogu i këmbëve në përgjithësi. Nëse janë të grisura, mirë po grisja është e vogël dhe kjo nuk është shumë problematike, por kusht është që ato të jenë që mbulojnë këmbën në përgjithësi. Pastaj prej kushteve është që ato disa prej ulemave dhe ka trajtimet e fukahat në përgjithësi kanë kushtuar se ato duhet të jenë nga lkura, sikurse dietarët e mëdhëbit Maliki theksojnë se mestet për qenë të mundshme të përdoren duhet gjithsesi të jenë nga lkura dhe mos të deportojnë në asnjë formë uji. Përndryshe nuk lejohet ndonjë mbathje tjetër. Disa ulema tjerë, sikurse dietarët e mëdhëbit Hanefi, posaçërisht për të cilët nga Imam Ebu Hanifja në fillim të jetës së tij, se nuk ka kushtuar që të jenë mbathjet tërësisht nga lkura, ka kushtuar që të jenë nga lkura vetëm pjesa e poshtme, me të cilën shkelem, ajo të jetë nga lkura, kurse pjesa tjetër nëse është ndonjë material tjetër, atëherë lejohet. Disa të tjerë kanë thënë që nuk është kusht të jenë nga lkura, mjafton të jenë të trasha, atë formë sa mund me qëndru vetë dhe mund të eci me të. Kanë thënë që kjo është mjaftueshme dhe ky mendim është përcillet nga dy nxënësit e Imam Ebu Hanifes, Ebu Jusufi dhe Muhammed ibn Haseni, dhe ulemat e tjerë. Disa të tjerë nuk kanë shku edhe nga aspekti i trashësisë, kanë thënë nëse ka ndonjë mbathje e cila e mbulon këmbën dhe ajo mbathet për shkak të ruajtjes së këmbës, qoftë nga të ftohtit, qoftë për ecje e kështu me radh, kanë thënë që edhe nëse nuk janë shumë të trasha, pra nuk janë nga leshi e kështu me radh, mirë po e mbrojnë këmbën dhe përdoret gjatë situatave të ndryshme, kanë thënë se edhe lejohet edhe aty të japim mes, dhe ky është mendim i disa dietarëve sikurse Shafit dhe kjo përcillet edhe nga disa sahab shok të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sidoqoftë është elaborim i cili edhe trajtimet të fukahave të cilët janë munduar të bëjnë definime varësisht prej ijtihadit të tyre të cilën e kanë pas, dhe këto janë kryesisht ato katër mendime që përcillen nga fukahat në përgjithësi në lidhje me mbajtjen e mesteve apo llojin e mesteve që duhet me i pas besimtari. Duhet bërë niyet hoz për të mbathur mestet? Nuk është niyet gjatë mbathjes, nuk është kusht, mirë po e domosdoshme është që kur doj me marr abdes, që ato të jenë të mbathura me kur i kemi mbath, ti kemi pas të mbathura me abdes, duke qenë me abdes. Pra, paraprakisht kemi marr abdes, i kemi pastru këmbë dhe para se me prish abdesin, i kemi veshur apo i kemi mbathur ato duke qenë me abdes. Kjo është kushti. Nuk është kusht që para se me marr abdes apo para se me mbath me kanë njëti yt ose po bëj njët me mbath që për mi dha mesten të kalumen me këtë qëllim, qoftë me gojë apo me zemër, kjo nuk është kusht në asnjë formë. E mjaftueshme është që nëse dojmë marr abdes dhe kur vim tek çështja e këmbëve dhe i shohim që kemi të mbathura mestet dhe i dim që kemi mbathur me abdes, atëherë mjafton vetëm një dham mes dhe kjo është ajo çfarë është e mjaftueshme. Dhe sa është kohë zgjatja hoc? Kurse sa i përket kohës zgjatjes, themi se tek
një ditë edhe një natë është për personin I cili është vendas, kurse personi I cili është në udhëtim, është musafir, për të lejohet 3 ditë e 3 natë për shkak të rrethanave edhe domthonë prekupimeve apo udhëtimit që I shkakton, ndoshta ka mundësi mos me pas mundësi me I pastru këmbët çdo ditë, domthonë çdo ditë në përgjithësi.